Martesa, ky bekim i madh. Martesa është një nga institucionet më të shenjta dhe të rëndësishme në jetën e njeriut. Ajo nuk është vetëm një kontratë shoqërore apo një bashkim ligjor, por një lidhje shpirtërore që shërben si themel për familjen dhe shoqërinë. Në çdo kulturë dhe besim, martesa shihet si një bekim, një mënyrë për të ndërtuar dashuri, respekt dhe harmoni midis dy individëve. Në një botë ku marrëdhëniet shpesh ndryshojnë dhe sfidat e jetës bëhen të mëdha, martesa mbetet një mburojë dhe një vend i sigurt ku partnerët mund të gjejnë mbështetje dhe forcë. Ky dokumentar do të eksplorojë vlerën e martesës, kuptimin e saj shpirtëror dhe shoqëror, si dhe sfidat dhe bekimet që ajo sjell. Martesa nuk është thjesht një ritual apo një festë e bukur, ajo është një udhëtim i përbashkët drejt përmbushjes personale dhe shpirtërore. Në shumë tradita fetare, martesa konsiderohet një obligim dhe një mundësi për të zhvilluar virtytet më të larta si durimi, respekti, besnikëria dhe dashuria e sinqertë. Në Islam, për shembull, martesa është një nga sunetet më të vlefshme të pejgamberit Muhammed alayhi salatu wasalam, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me të, duke u quajtur një mënyrë për të ruajtur moralin, për të ndërtuar familjen dhe për të krijuar paqe në shoqëri. Në kristianizëm dhe judaizëm, martesa është një bashkim i shenjtë, një aleancë që nxit për kushtim dhe dashuri të pakushtëzuar. Martesa është gjithashtu një shkollë e përhershme ku njeriu mëson të ndajë, të falë dhe të bashkëpunojë. Ajo është një mësim i përditshëm që sfidon egoizmin dhe forcon karakterin. Për më tepër, martesa ofron një ambient të sigurt ku dy njerëz mund të rriten së bashku, të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të krijojnë një jetë të begatë dhe të lumtur. Bekimet e martesës. Martesa sjell shumë bekime në jetën e njeriut. Ajo siguron dashuri të sinqertë, mbështetje emocionale dhe një partner që është pranë në çdo sfidë. Fëmijët lindin nga kjo lidhje, duke sjell gëzim dhe vazhdimsi të familjes dhe komunitetit. Një nga bekimet më të mëdha të martesës është stabiliteti emocional. Në një botë të mbushur me ankth dhe pasiguri, të kesh dikë pranë, dikë që të kupton dhe të mbështet, është një dhuratë e vërtetë. Përveç kësaj, martesa ndihmon në zhvillimin shpirtëror. Partnerët mësojnë të falin, të jenë të durueshëm dhe të rriten së bashku në besim dhe karakter. Në një aspekt shoqëror, martesa krijon një themel të fortë për komunitetin. Familjet e shëndetshme janë baza e shoqërisë së fortë, dhe një shoqëri e ndërtuar mbi respekt, dashuri dhe përgjegjësi është më e qëndrueshme dhe e begatë. Sfidat dhe përgjegjësitë. Edhe pse martesa sjell bekime të mëdha, ajo nuk është gjithmonë e lehtë. Çdo marrëdhënie ka sfidat e veta dhe martesa kërkon përkushtim, durim dhe komunikim të vazhdueshëm. Konfliktet janë pjesë normale e çdo marrëdhënie, por mënyra se si çiftet i përballojnë ato përcakton suksesin e martesës. Përgjegjësitë brenda martesës janë të shumta. Partnerët duhet të kujdesen për njëri tjetrin, të krijojnë një ambient të shëndetshëm për fëmijët dhe të ruajnë dashurinë dhe respektin reciprok. Besnikëria, ndeshmëria dhe bashkëpunimi janë themeli i çdo martese të suksesshme. Sfidat nuk janë pengesë, por mundësi për rritje. Çiftet që mësojnë të komunikojnë, të falin dhe të punojnë së bashku, arrin të krijojnë një lidhje të qëndrueshme dhe të begatë. Martesa është një udhëtim dhe jo një destinacion i përfunduar. Në përfundim, martesa është një bekim i madh për individin dhe shoqërinë. Ajo ofron dashuri, mbështetje dhe një mundësi për të ndërtuar një familje të fortë dhe të lumtur. Martesa është një shkollë e jetës, një vend ku njeriu mëson virtytet më të larta dhe ku ndërtimi i marrëdhënieve harmonike është qëllimi kryesor. Çdo çift që e kupton dhe respekton këtë bekim, është i aftë të përballojë sfidat e jetës dhe të rritet së bashku në dashuri dhe respekt. Martesa nuk është vetëm bashkim i dy zemrave, por një themel për paqe, begati dhe lumturi. Ajo është një dhuratë nga Zoti, një mundësi për të përjetuar dashuri të vërtetë dhe një udhëtim që ndryshon jetën. Martesa është një bekim i madh, jo vetëm për çiftin që martuhet, por për të gjithë shoqërinë që rritet dhe lulëzon përmes familjeve të shëndetshme, dashuruese dhe të përkushtuara.